Në të njëjtën e madhe të Pashkës, besimtarët e krishterë nisin të luajnë vezët e kuqe. Ilda Sylari dhe Eleni Prifti, të ndihmuara edhe nga besimtarët të tjera ortodokse, përgatitën së bashku vezët, simbolin e Pashkës. Ky është një proces që kërkon angazhim, por sjell një atmosferë të veçantë në shtëpinë e besimtarëve. Të njëjtën ne lyejmë për pjesëtarët e familjes dhe një vezë që e lëm për gjithë vitin në shtëpi. Ne në fillim zgjejmë vezët. Duhen zjerën zjarr të ngadalshëm që mos na thyen. Mbasi kemi zjerë vezët, në një enë tjetër marrim 6 goda ujë, një bojë të kuqe, se kjo bën për 25 vezë. Në të do hedhim 1 filxhan e gjysmë uthull, pak krip dhe nuk e vëmë në zjarr, kjo është e vakët. I nxjerrim vezët dhe i hedhim këtu dhe i lëm 5 minuta. Mbasi i nxjerrim nga ky proces, i vëm në një pjatans, duke i shtruar 1 letër poshtë që mos ta thithim bojën, dhe mbas 1 ore i lyejmë me pak vaj. Eleni Prifti e lindur në një familje korçare besimtarësh të devotshëm ortodoks, e ka ruajtur çdo vit traditën e vezës së kuqe. Në kohë që unë kam trashëguar dhe kam dëgjuar nga vjera ime, kishte 3 vajza dhe ato i mësovi me këto tradita. Më mësovi dhe mua që këto vezët ti kishim të veçanta për njerëzit që neve do na vinin në familje. Në shtëpinë e saj ky moment i veçantë në të njëjtën e madhe nuk ka munguar edhe atëherë kur feja u ndalua. E kujtoj me vështirësi, po prapë neve ndjenim një gëzim se na thoshin të moshuara dyshe tona, e llogaritnin ato. Edhe thoshin që bie Pashka në prill ose në maj. Edhe neve na mësonin. Dhe na thoshin që këto ditë do bëni këto punë se janë punët e Pashkës. Edhe punët e shtëpisë fillonin që 1 javë 10 ditë më përpara, që të na ngelshte koha për vezët edhe për ditët e Pashkës. Veza simbolizon jetën që është e mbyllur dhe e përgjumur brenda lëvoshkës së saj. Në momentin që shpërthehen del në dritë, ngjyra e kuqe e vezës simbolizon flijimin dhe në rastin konkret, flijimin e Krishtit, simbolikën e fitores, gëzimit dhe jetës. Sipas besimit të krishterë, lëvoshka e vezës simbolizon varrin e Krishtit, që u hap dhe dha jetë. Pasi vezët janë bërë gati, ato mbahen deri të dielën e Pashkës dhe më pas shpërndahen tek njerëzit më të afër dhe fqinjët. Me shprehjen Krishti u ngjall, besimtarët i thyen vezët me njëri tjetrin në drekën e Pashkës për të festuar fitoren e jetës mbi vdekjen. Të na gjejnë Pashkët gëzuar, lumturi dhe gëzim, dashuri për të gjithë.